Avionët italianë Eurofighter Typhoon të forcave ajrore të vendosur në bazën ajrore Amari në Estoni, u ngritën në ajër ditën e premte për të kapur një avion rus Beriev BE-200 që fluturonte nga Rusia kontinentale drejt detit Baltik. Kapja u krye nga avionët aeronautika militare që veprojnë si pjesë e misionit të policisë ajrore të NATO-s, i cili siguron mbrojtje të hapësirës ajrore të aleancës, veçanërisht përgjatë krahut lindor të NATO-s. Njoftimi u bë nga llogaria zyrtare e Komandës Ajrore të Aleancës përmes një postimi në platformën sociale X. Policia ajrore e NATO-s përfshin reagimin e shpejtë të avionëve luftarak ndaj avionëve ushtarak të paidentifikuar ose jo në përputhje me rregullat që veprojnë pranë hapësirës ajrore të Aleancës ushtarake. Avionët ngrihen në ajër për të identifikuar vizualisht dhe kur është e nevojshme për të shoqëruar fluturime të tilla pa hyrë në hapësirën ajrore armike. Sipas shifrave të publikuara nga Aleanca ushtarake, më shumë se 500 fluturime patrullimi ajror u kryen në të gjithë hapësirën ajrore të NATO-s gjatë vitit 2025, duke reflektuar nivelet të qëndrueshme aktiviteti përgjatë kufive të Aleancës. Misionet e patrullimit ajror të NATO-s kryen në bazë rotacioni nga vendet aleate dhe operojnë 24 orë në ditë për të ruajtur sigurinë dhe integritetin e territorit të NATO-s.